Përshëndetje me përshëndetjen më të bukur, zonë Polom Tunxha Tjeta, shqiptar, motra e vëllezër, është një paraqitje shumë e shkurt, drejt për drejt në Facebook të Murim. Shumica që e ndjekin shkollën e Tim Shkupit, shumica jo, po një pjesë e konsiderueshme ndjekësve të mi janë edhe përcaktuar politikisht të për grupe politike. Fillim, nuk e kam tërmend të flas për atë çka ka ndodhur sot në Kosovë, në kuvendin e Kosovës, me numrin 56, është vakia. Kur të ban diçka vaki, shkoni në Koran e keni një sure e ka emrin Surja e Vakisë. Nuk do t'jap kur far lajmi, kur far parashikimi çka të ndodh në Kosovë, se unë nuk jetoj në Kosovë, jetoj në Shkup. Dhe punën e asoj çka të ndodh në Kosovë do të vallojmë qytetarëve të Kosovës dhe të shpresojmë se edhe Kosova shumë shpejt do të bëhet Shqipni. Por të bëhet Kosova Shqipni, dohet me pas shqiptar në Kosovë që e dojnë Shqipnin. Në Macedoni ndryshon realiteti dhe kohëve të fundit ka pas zgjedhje si në Kosovë, si në Macedoni. Një gjë nuk e kam të qartë. Kam konsiderat për secilin që është në politikë me përjashtim të grupit të Xhemjetit. Grupi i Xhemjetit më e dini kush janë identifiku, janë Shqipforca me fenë e Turkut. Dhe në YouTube të kanali e kam premtu që do t'ju flas për fenë e Turkut dhe fenë shqiptare. Ta shohmi se ku jemi të ndomë. Ne jemi të ndomë dhe nuk jemi të përçomë. Si do të qoftë në Macedoni, loja bazë të asoj që e shohim me faktet, provat dhe argumentet, po del se Zoti jem mi ka pranu gjitha thirrjet në lidhje me kryeministrin aktual të Macedonisë, Mickoski, që të bëhet sa më arrogant. Zot, baj thirrje me këto pika tuji që lëshon prej qiellit, t'ja rriç akoma më shumë arrogancën dhe fashizmin, racizmin Mickoskit në Macedoni. Tjetra, nga ajo që ne e shohim nga jashtë, duket se kryetar i Vredit apo i Vlenit është Mickoski. Si do qoftë ka shqiptar që janë me Xhak Zorretit, Ilert Miletit, Skenderbeg edhe në Vlen që gabimisht për interesat të kësaj dynjojës janë rreshtu në anën e Dexhallit, mashtrimit. Si do qoftë unë kam djeshmëri edhe për juve, se një pjesë juve keni ndërgjegjen e rënduar. Unë vetëm du me bot ca pyetje. Unë kom qenë një nga kritikët e misionarit, liderit, Bashkimit Demokratik Ali Ahmetit, në kalumen. Me pas shku të Ali Ahmeti para 15 vjetëve, me pas kërku diçka, nuk po them që Ali Ahmeti mi kish mbyll dyrt. Pra nuk kam kur far interesi. Por një pyetje do të mja bo se cili shqiptar, me fe shqiptare, dhe se cili shqipfolës me fe të Turkut, që quhet musliman, me fe të Turkut. Nëse Ali Ahmeti, prej 2002-ës, deri në 2024-ën, 22 vjetë, hiqit 2 vjetë, kër u konë me ndothoqin qeveri pa legitimitet, ka kallëzu se e do Macedonien, e do bashkjetesën, e do këtë shtet, dhe rezultatet janë evidente para nesh, mi pas se cili sot. E gjitha jo, punë që e ka bo Ali Ahmeti për këto 22 vjetë, për të ngrit këtë shtet monoetnik, me shpresë se do të kemi demokraci, pluralizëm dhe përgjithësi politike, dhe do t'i kemi shtyllat
e drejtësisë për të funksionuar demokracia ka ndështu. Ka ndështu dhe kjo po shihet qartë, pavarësisht se nga zgjedhjet e raundit parë lokale, koalicioni Ali Ahmetit ka marrë dikon 114.000 vota, por kundër inxhinjeringut që e kanë bë shërbimet e ndryshme të VMRO-s për ta nënshmuar jo Ali Ahmetin, për t'i nënshmuar shqiptarët. Nëse Ali Ahmetit, ju tani që mendoni se e lagni fytin ka pak. Nëse Ali Ahmetin e kanë nënshmuar në këtë mënyrë, a mund ta paramendoni juve se çka kanë më ju bon? Këtë pyetje si cili t'ja bëj vetës, a mund ta paramendoni, se nuk është vetëm të gusha, të lekut, të parja, a mund ta paramendoni se çka kanë më ju bon dhe deri ku ka me qenë i prek digniteti juaj, që jeni bon argat pa përgjegjësi. Ka argat, po argat me përgjegjësi, s'pako me shku me thonë kryeministrit ose kryetar që e keni ju të vretit, Mickovskit, në la gju paksa e gjua jote, është gju e konfliktit, gju e urrëties, gju e cila nuk përputhet me aktualitetin e sotshëm politik, përveç se me tregu se prej vitit 1991, kur u pavarësu Macedonia, ka po gjetë se Macedonia është një republikë srpska, e cila sot po e tregon veten dhe punëtorët e kësaj ideologjie srpska e kanë çukryen kusht keq edhe për slavisht forsi që quhen Macedon, edhe për grupe tjera etnike, por edhe për shqiptarët. Një gjë du ta them para jush. Me 17 tetor isha në protestën e Tiranës. Ali Ahmetin, si kryetar të Bashkimit Demokratik, ne mund të akuzojmë për gjithçka, po atje e prezentun Ali Ahmetin si njeri, dëgjoni mirë, si njeri i cili e ka ndalë konfliktin në Macedoni, ka punu për bashkëjetesë dhe për ta mbajtur shtetin e Macedonisë. Nuk e paraqitën ndryshe, e paraqitën si paqdashës. Unë isha në tribun, spektator. Kurse Mickovski, dëgjoni mirë, Mickovski problem e ka një shqiptar me fe shqiptare, por edhe një shqipfolës, edhe një shqipfolës me fe të turkut e ka problem. Por edhe një musliman e ka problem, Mickovski. Ai nuk do me ndo pushtetin, ai nuk do demokraci. Ai do mu konsol, ai nuk do me pranu që kushtimisht, edhe këto të vlenit, edhe këto tjerë, kanë hise dhe duhet me dhonë kontributin e tyre për mirëmbajtjen e këtij shteti. Kjo është koncepti i Mickovskit dhe e atyre që e rrethojnë Mickovskin, që po gjetë shumica janë shërbime të huja sërbe. Mickovski akuzon shqiptarët, e akuzon tani një farë kandidatit vlenit në Bërvenic, me emrin Haqim. Gjoja se ka shkel dispozitat ligjore të partisë së Mickovskit. Sidoqoftë, ju që jeni në Kosovë, Shqipëri dhe në diasporë, ju betohem në Zotin tim dhe në Zotin e juaj. Slavisht forsit, Macedonët, me cenzusin e fundit, dëgjoni mirë, me cenzusin e fundit, nuk janë ma shumë se 57%. 57%. Parlamentin, Sobronjën, Kuvendin, ku është lepotica e Mickovskit Gashioglu, që nuk e nxjerr letrën Apasjevit me njoft shtetin e Palestinës,
për e mban fjok mbyll, a i ka mashtru shi forcat me fe të turkut dhe besimtarët kushtimisht të sektit Hanefit Bashkisë Islame, se kur të vjerajnë politik, ka me njoft shtetin e Palestinës, që e man fjok. Pra, Sobronjën e Afrimgoshit, Mickovski e kontrollon me 85%. Me 85%. Dhe vind të ajo që të qeverien Mickovski e kontrollon me 100%. Me 100%. Dhe gjdo përgjithësi politike mbi Mickovski. Ne që jetojmë Shkup. Unë që jetojmë Shkup. Ky kriministër e ka orën që e man krah, a ka qenë profesor 60.000 euro. Orë e shtrejt, a 50.000, a 30.000, s'është me nënësi. Zotron disa biznese, të në Macedoni. Por a kobe ma turp me nejt në kryet shtetit, më olheq një shtet, një njeri që për 3 vjet, për shkak të notit ti, na i ka bo Shkupin kret me bërloge. Tjesht i noti, apo i noti personal i Mickovskit, ne nuk mundemi me dal në Shkup me ec prej bërlogeve. Ndëgjoni mirë, bërlog, për dini që ka bërlogu, beturinave. A kobe ma turp? Por i notin e ti që ka pos luftën personale me ish kryetarën e Shkupit Daniela Arsovskën, që ka qenë e zedhura e Mickovskit më olhet Shkupit. Unë nuk e di që ai njeri mundet me sjell bereqet në Macedoni, as për palën e vëmëros sëpska, as për palën e vëmëros shqiptarska, as për palën e vëmëros bulgarska, as për shqiptarët albansin në Makedoni. As për turcite, as për romite. Dhe më thonë, komplet një njeri i dështuar për ta menaxhu qytetin. Dhe kur flet sot për haqimin e Brvenicës, aje konsideron haqimin dhe haqimat tjerë që i kop gjoja për veshi, akoma me një nivel më të ullt se sa bërloget e Shkupit. Prandaj, kina me qenë dëshmitar se ky njeri që uzurpon qeverien dhe lun me një kartë që unë këmë bo thire ta boje matë keq se sa që ka qenë Miloševiqi, por shkojmë në atë drejtim dhe mu Zoti mi ka pranu thiret, ti shko lage fitin, por ki me met në onën e gabuar. Kjo është e vërteta. Dhe tjetra, unë nuk jam nga Struga, nuk përzina në zedhi. Strugantë janë shumica intelektual. Ka një kulturë qytetare. Por kandidati me ndyqira është kandidat me letër të njoftim. I vëmëros dhe shumica sot kanë donë si përfaqe ato që kanë qenë vëmëro të 98-ës me vijen pra sërbe. Po shqyqir Zotit, me nëzi për imrin 15, 20, 30 lajke prej shqiptarve, me fe shqiptare dhe prej shqipforcave me fe të turkut, se dhe ato janë njerëzi. Unë i respektoj edhe ata. Si që i respektoj edhe muslimant e Sadullah Bajramin Kumanov, që nuk kanë me votu Dimitrievskin. Pa mund të votojnë. Dhe ta votojnë. Por nëse e votojnë Dimitrievskin, paret atëherë i kanë marrë prej Sërbijes me votu dhe e kanë shit dignitetin e tyre, jo si shqiptar, si musliman. Pra, kjo është ka du të them se një njerit që nuk mirët me pastërtinë e qytetit, e kalon për 3 vjet peng qytetin e Shkupit, për i natit e ti personale, që vetëm hargjimet e ti ditore janë me mira erë në sigurimin e ti, unë nuk pres asgjë tjetër përveç se të thellohemi në krizë më të madhe, kështu që struganëve ju dëshiroj një javë
mirë dhe ta dënojnë me ndyqyren, jo pse është kandidat, jo pse do mu morë me politikë, po pse do me legjitimu tradhtin e ti, nuk ka nevoj me rrejt. Ma mirë kishton, unë jam antar i VMRO-s, dhe unë jam kandidat i VMRO-s, struk se ne e bashketojmë bashkë me VMRO-n. Atër është kretë në rregull. E njëta gjohë vlenë edhe për vredin. Se kur të kishim bo koalicion parazgjedhor me VMRO-n, koalicion parazgjedhor me VMRO-n. Qyshe boni Aliametin 2017 me LSDM-n, kretë është në rregull. Jeni koalicion, jeni partner qeveri dhe s'ka kush që ju ndala. E kini qartë. Po ju e bani msheft me rujt diçka një marrëveshje të flisht. Një marrëveshje me numër 42 që unë ju kum informu para 3 vjetëve kur u prish Mickovski me Danelën. Një surë në Kuran me numër 42 e ka shura, marrëveshjen që e përmend. Me ndu tha që unë ju kum informu para 3 vjetëve dhe shkoni ju që e njihni pak, edhe që nuk e njihni, lexoni ajetin 42 te surja Shura, 42, dhe e kuptoni se çka na pret në javët, muajt, vitet në vim. Ju përshëndes, këtë shi nga Shkupi, Zot, më jep shëndet mbi këtë shëndet që ma ke dhonë dhe ma forco syrin që ma ke forcu mos me përdor syza. Ju përshëndes dhe ju dusha.